Në Prizren, vetëm pak ditë para balotazhit, politika është kthyer në një fushë surprizash. Vetëvendosja dha kë dy parti që dikur përplaseshin fort, tani dorë për dorë drejt qeverisjes së përbashkët lokale. Artan Abrashi e Besnik Rasniqi premtuan një qeverisje të drejtë e transparente, duke thënë se bashkë do të sillin zhvillim, arsim dhe shpresë të re për qytetin. Por jo të gjithë në AK janë dakord për këtë koalicion. Soada Hallaçi dha dorëheqje me akuza të rënda ndaj kryetarit të Degës, duke i quajtur marrëveshjen të kundërlidhshme dhe papëlqimin e kryesisë. Përgjigjja e Krasniqit e ftoftë dhe therrëse. AK-ja nuk ka pasur asnjë nënkryetare femër, personi në fjalë ka marrë vetëm 24 vota në këto zgjedhje. Ndërkohë në anën tjetër të betejës, kandidati PDK-s, Çaqir Totaj, forcon radhët me një aleat të ri, Lidhjen Demokratike të Kosovës. Totaj e quajti marrëveshjen me LDK-n hapin që e çon Prizrenin përpara, duke shpallur bashkëqeverisje për një qytet të gjithëve. E në rrjetet sociale një tjetër lëvizje befasuese. Artan Abrashi pozon me, siç e quajti ai, ikonën e Prizrenit Zafir Berishën. Ku një ditë më pas, Berisha shihet krah për krah me Haxhi Abdylin ku pranë në mbështetje të VV-s. Kush do ta fitoj Prizrenin këtë herë? Nga njëra anë koalicioni i KQIZ i VV-s me AK-n, nga tjetra bloku blu i PDK-s me LDK-n. Një qytet historik, dy vizionet kundërta dhe një balotazh që pritet të jetë më i nxehtë në Kosovë. Në nëntori, dita kur historia politike e qytetit mund të marrë një drejtim krejt tjetër.